Horoskopi ditor e hënë 19 janar 2026. Dashi, bota është një arenë dhe ju jeni tashmë në ring me doreza në dorë dhe gati për të luftuar. Ky muaj ju kërkon të frenoni dëshirën për të zhytur me kokë në betejë, sepse jo të gjitha sfidat ja vlejnë zjarrit tuaj. Në dashuri, shkëndija do të fluturojnë, por kini kujdes, ndonjëherë shkëndijat ndezin duart e atyre që i gjenerojnë ato. Në punë, karizma juaj do të jetë çelësi, mos i nënvlerësoni detajet sepse djalli pëlqen të fshihet në gjërat e vogla dhe ju jeni tashmë mjaftueshëm djallëzor. Demi, nëse jeta do t'ishte një pjatë, ti do t'ishe pjata kryesore, e shishme dhe e fortë. Kjo periudhë të fton të dalësh nga zona jote e rehatis dhe nëse e uren këtë ide, siç uren qepët në sy. Në dashuri, stabiliteti është i bukur, paparashikueshmëri nuk dëmton. Guxo të bësh një gjes që thye rutinën dhe nëse të bën të dridhesh, puna kërkon durim, rezultatet do të vinë. Por vetëm nëse ndalon së ndjekuri rrugët e shkurtra dhe kthehesh në strategjinë tënde të ngadalt por të palëkundur. Binjakët, jeni flutura e përjeshme e kopshtit të zodiakut dhe këtë muaj do të gjeni veten midis mira luleve të parezistueshme. Komunikimi do të jetë arma juaj sekrete, fjalët do të rrjedhin rrjedhshëm, mangjepsëse madje dhe bindëse, por kini kujdes, shumë biseda mund të çojë në keq kuptime. Në dashuri, përgatitni mendjen dhe zemrën tuaj. Dikush mund t'ju surprizojë me një qasje që është plotësisht jashtë rutinës tuaj të zakonshme. Në punë, kreativiteti juaj do të jetë ngjitës. Mos keni frikë të propozoni ide të guximshme dhe nëse ato duken të çmendura. Gaforia, zemra juaj është një busull dhe kohët e fundit duket se po lëkundet midis nostalgjisë dhe dëshirës për aventura të reja. Kjo është një kohë vetë analizë. Dëgjoni veten pa gjykuar, edhe nëse ndonjëherë duket sikur bota kërkon gjithmonë më shumë. Në dashuri, thellësia e emocioneve tuaja do të jetë magnetike. Lejoni të hyjnë ata që vërtet kuptojnë. Në punë mund të lindin mundësi të papritura, por ato do kërkojnë guxim dhe durim. Mos u nxitoni, ritmi juaj i ngadalt, por i qëndrueshëm do ta fitojë garën. Luani, ulërima juaj mund të trondis më shumë se një mendje të mpirë këtë muaj. Në dashuri, pasionet tuaja do të jenë intensive, mos e mbani zjarin, por mos haroni se edhe zjarret duhet të menaxhohen me kujdes. Në punë, egoja juaj do të jetë çelësi i suksesit, tregoni pa frikë, por shmangni shkeljen e atyre përreth. Në aspektin shoqëror do të jeni magnetik. Ata përreth jush do t'ju shikojnë sikur të ishit një far në mjergull dhe ju e po lëreni dritën tuaj të shkëlqej. Virgjëresha, perfeksioni është kodi juaj i veshjes dhe ky muaj do t'ju kërkoj të zgjidhni disa kopsa për të marrë frymë më lirisht. Në dashuri, përpiquni të mos analizoni çdo gest. Ndonjëherë, papërsosmëria është ajo që e bën gjithçka më reale. Në punë, preciziteti juaj do të jetë i paçmuar, por mos u bëni skllav i detajeve. Pamja e përgjithshme ka nevojë për ju më shumë se sa mendoni. Mos haroni her pas here, edhe një kryevepër ka nevojë për një gabim të vogël për t'u mbajtur mend. Peshorja, jeni mjeshtër i ekuilibrit, por këtë muaj peshorja mund të lëkundet. Në dashuri, përgatituni të bëni zgjedhje delikate. Dikush mund të dalë ndryshe nga sa duket. Në punë, aftësitë tuaja diplomatike do të jenë në qendër të vëmendjes. Përdorini ato pa frikë, por shmangni përpjekjen për t'i pëlqyer të gjithëve deri në ato pikë sa të humbisni veten. Në aspektin shoqëror do të jeni ngjitësi i marrëdhënieve. Përdoreni këtë fuqi për të ndërtuar lidhje autentike. Akrepi, sharmi juaj i errët është në fuqi të plot. Ky muaj ju fton të gërmoni thellë, jo vetëm tek të tjerët, por edhe tek vetja juaj. Në dashuri, emocionet do të jenë intensive, pasione të forta ose tensione po kaq të forta. Puna kërkon strategji. Planet tuaja të fshehta mund të japin fryte të mëdha, por vetëm nëse nuk shpërqendroheni nga provokimet e të tjerëve. Intuita juaj do të jetë aleati juaj më i mirë. Shigjetari, ju jeni udhëtari i shpirtit dhe kjo periudhë sjell qëllime dhe ide të reja. Në dashuri, liria do të jetë e çmuar. Kërko dikë që nuk do të mbaj prapa, por që mund të ndjek në shpërthimin tënd të energjisë. Në punë, mundësi të reja mund të trokasësh, i gatshëm të
Shpërthesh edhe nëse pa njohura të frikson pak, mos haro çdo aventurë ka nevojë për një busull, edhe nëse preferon të fluturosh pa të. Bricjapi, bota shpesh duket si një mal për t'u ngjitur, por ju keni këmbë të forta dhe një zemër të qëndrueshme. Ky muaj kërkon durim dhe strategji. Qëllimet nuk ndodhin rastësisht. Në dashuri stabiliteti është thelbësor, por gjithashtu lë hapësirë për gjeste spontane. Jo gjithçka duhet të llogaritet. Në punë disiplina juaj do të shpërblehet. Përqendrohuni në prioritetet tuaja dhe suksesi nuk do të vonojë të vijë. Ujori, ju jetoni përpara në kohë, gjithmonë një hap përpara të tashmes. Ky muaj sjell ide revolucionare dhe intuita të shkëlqyera. Besojini mendjes suaj të shkëlqyer. Në dashuri, zemra juaj do të befasohet. Dikush mund të hyjë në jetën tuaj papritur. Në punë, kreativiteti do të jetë forca juaj. Shfrytëzojini lidhjet tuaja, por mos e humbisni kontaktin me realitetin praktik. Peshqit, bota juaj e brendshme është një oqean dhe këtë muaj rrymat emocionale do të jenë të thella. Në dashuri, ndjeshmëria do të jetë çelësi. Ata që ju kuptojnë do të tërhiqen nga misteri juaj. Në punë, intuita juaj do t'ju udhëheqë në vendime të rëndësishme, por keni kujdes të mos rëmbeheni nga ëndrat e pabaza. Magjia është e fuqishme, por funksionon më mirë kur bazohet në realitet.